LSDM-ja opozitare ka vazhduar me serinë e preskonferencave në të cilat, siç thonë, do të tregojnë të vërtetën e tragjedisë në Koçan. Personi që ata përmendin këtë herë është Dragan Kazak Petrushev. Sipas nënkryetarit të partisë Metodi Ajlijevski, ky person ka qenë përgjegjës për aksionin kontrollues që duhej t'i bëhej atë natë diskotekës Puls. Për të Ajlijevski thotë se ekzistojnë incizime që tregojnë se ai ka mbyllur dyert e diskotekës, e cila është në kundërshtim me procedurat standarde operative. Dali Dragan Petrushev. A ka shpjegim Dragan Petrushev përse aksioni kontrollues në diskotekën Puls nuk e krye në orën 12:30 në fillim të ahengut, por në kundërshtim me urdhrin e marr bën kontroll në tjetër objekt dhe pastaj ka fundi ahengut bën kontroll në diskotekën Puls. A ekziston marrëveshje mes pronarit të diskotekës dhe atij që kontrolla të bëhet në fund me qëllim që të rritet përfitimi. LSDM pyet përse ky person është i mbrojtur nga VMRO apo për faktin se është i lidhur me këtë parti. Dragan Kazak Petrushev. A është Dragan Kazak Petrushev i mbrojtur sepse është antar i VMRO DPMNE-s në Koçan dhe i bën punët e pistat të partisë në qytetin e Koçanit me vite, apo ndoshta Petrushev është i mbrojtur sepse posedon materiale komprometuese për funksionarët e VMRO DPMNE-s, në mesin e tyre edhe deputet. LSDM bën me dije se konferencat për tragjedinë e Koçanit do të vazhdojnë edhe ditët në vijim.